Sa më shumë kalojnë vitet, aq më shumë të rinj shqiptar po orientohen drejt gjuhëve të huaja. Kështu janë shprehur sot në ditën ndërkombëtare të gjuhës amtare, shpallur nga UNESCO, qytetar të Vlorës. Sipas qytetarëve, edhe pse koha që jetojmë nxjerr si prioritet mësimin e gjuhëve të huaja, të rinjt nuk duhet të harrojnë të mbrojnë dhe të kultivojnë gjuhën amtare. Të tjerë qytetarë thonë se rinia flet në gjuhë huaj, kur ende nuk e ka zotruar mirë gjuhën shqipe. Shiko, më mirë të mësosh gjuhë të huaja ta lësh shqipen. Pse? Se flasin dot prandaj. Me kuptimin tim tregon që ka ecur bara rinia. Ta fillojmë nga gjuha shqipe. Po, gjuha shqipe është e para. E dyta është ekonomia. Po të rinj, sa e zotrojnë gjuhën shqipe? Mase më kënjë mundja më, po nuk e zotrojnë shumë. Po ndërkohë që kanë halle, kanë probleme, nuk i përshën do të kushtë. Po ndërkohë që flasin gjuhë të huaja, nuk do të doje që në fillim mësoni një shqip pastaj. Në fillim do mësoj gjuhë e nënën shqipe. Lëri mua tërë sigur që me rigon Anglia mëson gjuhën e nënës tëndes. Që të jesën, ajo është kërësërë. Të ketë zi të barë të kujti do flasin. Po mirë, po të rinjt vlonjat, ata të cilët janë të qytetit, pse tentojnë më shumë flasin gjuhë të huaja se sa? Ja ku i kene të lokale të gjithë. Duhet ta fillojnë nga gjuha shqipe? Shqipe, më gjithë shqiptarë shqipe duhet Po flasin. pse flasin gjuhë të huaja? Për mos tem një fjallë të shqiptarë. Pa e din shqipen. Mase se di ta ma. Shumë po thënë po flasin gjuhën shqipe, gjuhën e huaj, Katarinjë e sotëm. Si ka mundësi? Nuk flasin shqip, po flasin gjuhë të huaj. Nuk pëlqen asë. Po mirë, duhet ta fillojmë një nga shqipja. Shiko, neve kemi degraduar të tëra gjëra. Se? Po, duke qenë jashtë, duke qenë më mirë, jetuar më mirë, duhesh të mbesh naftën edhe atëherë, edhe gjuhës, edhe të tëra. Gjuha nuk harohet, atë unë nuk harohet. Ore, gjuha është e memës, nuk diskutohet. Po, a e din shqipen? Po e di në kështë të di. Jo, e din si duhet flasë. Po ati që ka lindur edhe jetojnë e arritur janë 20 vjeqë edhe e din gjuhën shqipe ujë. Po mi, këta këtu flasin të huaj, pse? Po të shitu menë. Shitu mua. Evo. Po mi, këta këtu e din shqipen, me ndonë se e din si shduhet. Po flasë Tani, dhe flasë. Shqipu nuk kam qenë athin, Po? 15 vjetë. Po? Edhe edhe i Papandreu, i biri i Papandreu. Po? Jo, ku tjetë i biri. Edhe më lafosja me një greku. E tha që vengu për kërë ministë, a i s'di gjuhën greke më thamë, se a i di në Amerikë, që në emigracion në Amerikë, a i nuk di grekisë më thamë. Nga do dhe i kja i tha se kërë ministë, edhe sa beri i Papandreu. 6 muaj iku, edhe se keme. Gjuha është aq e rëndësishme sa... Shumë e rëndësishme gjuha. Duhet ta fillojmë nga dashuria, nga leximi i shqipes, nga shkrimi i shqipes dhe në pas të kalojmë te gjuhët e huaja. Gjuhë të huaj të di që është mirë, është shumë mirë. Pa ama ta fillosh nga shqipe. Është një universitet di një gjuhë. Po gjuha e memës nuk të daruar, është universale. Mendin që shumë të rinj fillojnë të flasin më tepër gjuhë të huaj sa më shumë kohë kalon. Tani po shikohet të rritë, kanë shumë... Po pse nuk flasin shqip? Ose më saktë preferojnë gjuhën e huaj përpara shqipit? Po, pse? Pse ky fenomen? Pse po? Tani ato pse nuk e dim ne, po them që preferojnë gjuhën e huaj, ja që ne dim Përmburje. më shumë më shumë neve se ju edhe drejt stim Po mirë, a duhet ta fillojnë njërë nga shqipja, pra të zotrojnë një fillojnë aja, pasaj fillojnë gjuhë të huaja. Pa e zotrojnë shqipen si shduan. Jo. Po nuk marrë vesh se që thonë. Po pra flasin të huaj. Të huaj dhe në fund, vetëm të huaj. Kështu sipas qytetarëve, është e dallueshme gjuha që flasin shqiptarët në emigracion, të cilët sipas tyre e zotrojnë dhe e mbrojnë me fanatizëm më shumë shqipen se sa ata që jetojnë në Shqipëri. Duke theksuar rëndësinë e gjuhës shqipe, qytetarët vlonjat apelojnë që të rinjt të shkruajnë drejt dhe ta flasin mirë gjuhën shqipe. Ndërkohë qëllimi i caktimit të 21 shkurtit si dita ndërkombëtare gjuhës amtare, e shpallur nga UNESCO, është promovimi dhe ndërgjegjësimi për diversitetin gjuhësor dhe kulturor, si dhe promovimi i shumë gjuhësisë.